lëvizjen vetëvendosje. Do më legitimiteti është shumë i dobët, sado që matematikisht nështë adhe është e mundshme, nëse mbeten rezultatet preliminare që gjasat janë të vogla, që do të mbeten kështu. Sido që tjetë pres që sipas skenarit parë, lëvizja vetëvendosje me qenë ma gjeneroze prej fillimit, me ofru platforma për partit opozitare, me ardhë me spari më ullë me ta, me ndërtue platforma, kritere, që është duhet më duk presidenti, edhe me iftue, me propozue ata kandidatë dhe marë një kandidat me ndojnë apartijak. Me kë është mundur më shumë ato mundësin? Jo, mundësin e parë është shumë atë mundshme. Cire? Që lëvizja vetëvendosje... Ti ofrot LDK-s? Jo LDK-s. Unë nuk pres që do të ketë një koalicion me partit, një marrëveshje klasike. Vetëvendosje shkoj vetë qeverisë? Unë nuk pres një marrëveshje klasike politike me një parti shqiptare të madhe, po unë pres as të vogël, as me aliancën, as të vogël, po unë pres që do të ketë nëse i arrin 52 deputet, që duke që do t'i arri, apo 53, që ajo do t'a formoj vetë qeverin, edhe pastaj do t'ju ofruhet partive për me pranu propozime tyre në mënyrë që me gjetë një konsenzus edhe me gjetë një kandidat, i cili do t'ishte reprezentues për tej partive politike. Qojmë Korça se po shoh që s'po pajtohet me gestikulime, po pse s'po pajtohet nuk e di.